Zgjedhjet po shkojnë normalisht, janë të qeta, po zhvillohen këtu në ambientet e Selisë, Degës, ka pjesëmarrje por kaq pak kohë sa ka filluar votimi, shkon normalisht. Flitet për një dorëheqje të kryetarit që ka qenë aktual, Ardian Muka, është e vërtetë? Po, ka ndodhur dorëheqja e ish-kryetarit Ardian Muka për t'i hapur rrugë procesit të zgjedhjes së kryetarit të ri. Kanë të kandidatura, ndërmjet të cilave 2 prej kandidaturave janë tërheq, edhe unë i falenderoj publikisht edhe doktoreshën e mirënjohur Edlira Harizi, kandidatën për deputetën listën e PD-SHM-s në zgjedhjet e tanishme të majit 2025, edhe kryetarin e grupit seksionit të plazhit zotin Alban Shidi. Njëkohësisht dhe 2 kandidatët që garantojnë. Duhen falenderuar gjithë deputetët e Qarkut Tushit dhe gjithë aktorët e tjerë politik në Durrës për unifikimin e kandidaturave dhe dhënien e pëlqimit që ky proces shkojë sa më normal drejt unifikimit të Degës Durrës, e cila gjatë viteve të fundit ka pas disa fraksione ose disa tendenca për krimin e fraksioneve. Ju folët për tërheqje nga gara të Edlira Harizit dhe Alban Shidit. Kush është në fletën e votimit? Aktualisht në fletën e votimit janë zoti Adrian Dashi dhe Elton Luka. Këto janë 2 kandidatë. Procesi besoni se do vijojë normalisht? Normalisht, besoj që do vazhdojë rregullt, sepse edhe kandidaturat janë kandidatura jo konfliktuale dhe dyta gëzojnë mbështetje gjërë besoj edhe në elektoratin e antarësisë së PD-s. Zgjedhja me votë e kreut të ri të Partisë Demokratike Tigani në Durrës, çfarë pritet të sjellë për demokratët durrësak? Unë jam kundra kultit individit, po mendoj që kandidatura që do vi, kush do qoftë nga këta të 2, do sjelli riformatim të ri dhe riorganizim të ri të PD-s Durrës dhe një ekip shumë kompetitiv për zgjedhjet e ardhshme të bashkisë.